Të nderuar bashkëshortar, të nderuara motra, të respektuar misafir, i nderuar i Zeko, për shkak të miqësisë të afërt që e kam, prandaj i drejtohem me Zeko, Adnan, kryetari i ardhshëm i komunës së Bërbenicës, kryetari aktual i komunës së Zhelinës dhe i ardhshëm i komunës së Zhelinës dhe ju të gjithë të respektuar dhe të nderuar misafir të cilët me prezencën tuaj e keni rritur afinitetin dhe fitoren e cila do të vjen me 19 e këtij muaj. Më lejoni që në fillim, në emër të shtabit zgjedhor dhe të gjithë ekipit, që uroj mirëseardhjen në fillimin e këtij udhëtimi ton të përbashkët, udhëtimit drejt qeverisjes vendore të përgjithshme, të ndershme dhe vizionare. Këto nuk janë thjesht vetëm zgjedhje lokale, është një mundësi për të gjithë ne, që së bashku të formosojmë të ardhmen e vendit tonë, bazuar në punë, në transparencë, dialog dhe rezultate reale. Kandidati ynë, zotëri Haqim Ramadani dhe bartësi i listës Nejati Shahini, nuk janë thjesht vetëm emra të cilët gjenden në këtë listë, ato janë zëri i qytetarëve, janë persona që i njohin nevojat e këtij rajoni, sepse ata jetojnë këtu, ata veprojnë këtu dhe do të vazhdojnë të veprojnë për të mirën e të gjithë banorëve të kësaj komune, duke mos dalluar as etnin ose gjinin. Do të doja gjithashtu që falenderoja juve të gjithve që jeni të përfshirë në fushat, vullnetar, antar të shtabit, çdo individ i cili jep kohën dhe zemrën në për këtë betejë të cilën ne e kemi pas disa ditëve. Ne këtu nuk jemi që të fitojmë dikënd, ne këtu jemi të çlirojmë, të sjellim drejtësi, të sjellim barazi, dhe të sjellim atë të cilën ky popull e ka kërkuar gjatë shumë kohëve. Le të jenë këto zgjedhje një shembull i një fushate të drejtë dhe konstruktive, të kufizuar në zgjidhje, jo në përçarje. Qëllimi ynë nuk është konflikti, qëllimi ynë është progresi. Edhe një herë, ju falenderoj nga zemra në emrin tim, në emrin të gjithë antarëve të shtabit të cilët janë aktivistë të Blenit dhe së bashku ne me ndihmën tuaj mund të bëjmë më shumë. Edhe një përfund, mbas 19-in vin 20-i. Ne nuk duhet të prishim me askënd, as fjalë, ne jemi njerëz të cilët jemi të respektuar, të edukuar dhe ashtu do të mbesim. Me këtë prezencë të cilën e shoh sonde, jam i sigurt dhe mund të uroj jo fitoren tonë, po fitoren tuaj, pasi që fitoria e Haqimit dhe fitoria e listës së këshilltarëve në krye me zotëri Nejati Shahini do të ngadhnjej dhe do të vazhdojmë punën të cilën ne e kemi trasuar vite me radhë. Prandaj në 19 votoni kandidatin ton me numër 7, po ashtu edhe listën numri 7, ku do të jemi të gjithë fitimtarë. Ju falenderit dhe mirupafshim.